Horoskopi ditor e hënë 17 mars 2025. Dashi. Do të keni disa pengje për të shkuarën sot, megjithatë, do të mundoheni t'i fshini dhe do të shfaqni humor të mirë. Lëreni pas të shkuarën, nëse jeni në një lidhje, partneri do t'ua bëjë çdo moment fantastik dhe do t'ju duket sikur jeni në qiellin e 7. Syt do t'ju shkëlqejnë gjithkohës. Ju beqarët do adhuroni pavarësinë dhe nuk do të ndiheni gati për të sakrifikuar lirinë. Do të merrni ftesa nga disa persona të rrethit profesional, por nuk do t'i pranoni. Në punë, nuk do të keni besim të plot tek vetja dhe nuk do të arrini dot t'i realizoni objektivat. Gjendja financiare do të jetë gjithmonë edhe më shumë delikate sepse po investoni pa marrë parasysh rrezikun. Demi. Pritet të vinë çaste të bukura sot. Shfrytëzojini çdo moment sa më shumë dhe mos u kufizoni në asgjë. Nëse jeni në një lidhje për të mbajtur marrëdhënie të qëndrueshme, do t'ju duhen shumë pak gjërat. Shtoni dozat e fantazisë dhe diskutoni hapur për gjithçka. Nëse jeni vetëm, mos prisni të filloni me njëherë lidhje, por hidhni hapat një nga një. Në punë do të ecni para me ritme shumë të shpejta dhe do t'i habisni të gjithë. Parat do të kenë më shumë përgjegjësime nga sa e kishit parashikuar. Parat do të kenë më shumë përmirësime nga sa e kishit parashikuar. Binjakët, sot do të jeni shumë të paduruar dhe mund të bëni gabime të mëdha. Do të keni 1000 projekte në mendje dhe nuk do të arrini të përmbushni dot asnjërin ashtu si duhet. Nëse keni një lidhje, nuk do të jeni të organizuar as pak dhe marrëdhënia me partnerin do të ketë shumë probleme. Mund të thoni edhe fjalë të rënda për atë që keni në krah. Nëse jeni beqar, do të vazhdoni ende të jeni mendjemdhenj dhe nuk do t'i përfillni personat që ju joshin. Këto janë gabime për të cilat do të pendoheni shpejt. Në punë do t'ju jepen disa detyra për t'i mbaruar sa më shpejt, por ju bëni gjithçka gabim. Për ta stabilizuar financat, mirë është të ndryshoni strategjinë menaxhuese. Gaforia, jeta juaj do të përballet me stuhi dhe furtuna të njëpasnjëshme sot. Mundohuni sa më parë të vini kapak së shkuarës, sepse ajo do t'ju sjellë her pas here probleme. Këshillat e të afërme duhet t'i dëgjoni me kujdes. Nëse jeni në një lidhje, do të keni gjatë gjithë kohës debate dhe tension. Asnjëri prej jush nuk do të hap rrugë dhe marrëdhënia do të destabilizohet. Ju beqarët duhet të ndryshoni rutinën e jetës dhe duhet të dilni sa më shumë. Vetëm ashtu do të gjeni personin e përshtatshëm. Në punë ka mundësi t'i propozohet një mundësi shumë e mirë për të cilën nuk duhet të humbisni. Financat do të mbeten të mira vetëm nëse shmangni shpenzimet e pallogaritura. Luani. Kundërshtime në punë dhe situata të vështira për të zgjidhur do të keni sot. Tregohuni shumë të kujdesshëm dhe besojini më shumë vetes. Nëse jeni në një lidhje, bëni kujdes me flirtimet dhe me personat e tretë sepse edhe tradhtit me shikime partneri nuk do t'ua fal. Mos shkatroni gjithçka të bukur që keni ndërtuar për një dëshirë momentale. Nëse jeni beqar, do të futeni në mendime dhe nuk do të jeni të sigurt nëse doni apo jo të hidhni hapa. Në punë, duhet të ndërmerrni iniciativa dhe të flisni edhe për problemet që do t'ju dalin me kolegët apo shefat. Çdo gjë lëm pas dore do të ndërlikohet edhe më shumë. Financat për fat do të jenë më të mira dhe nuk do t'ju sjellin probleme disa investimet që do të bëni. Virgjëresha, Venusi do t'ju shtoj optimizmin sot dhe do t'ju bëjë që jeta t'ju ecë sa më mirë. Nëse jeni në një lidhje, komunikimi do të bëhet më i mirë dhe nuk do të keni probleme me partnerin. Çdo gjë do ta zgjidhni fare lehtësisht. Pasditja dhe mbrëmja ka për të qenë nga më të ngrohtat. Ju beqarët zgjidhni të dilni me miqt dhe me shoqërinë e punës, sepse do të keni persona interesant me të cilët do t'ia vlej të njiheni. Në punë do të kaloni sfida të vogla, por nuk do të ndaleni në asnjë moment. Edhe gjendja e financave ka për të qenë shumë e mirë, kështu që mund të kryeni pa frikë disa shpenzime për veten tuaj. Peshorja, merrini gjërat si t'ju vinë sot dhe dëgjoni më shumë zemrën tuaj se sa arsyen. Nëse jeni në një lidhje, ka më shumë gjasa që ëndrat tuaja të bëhen realitet.
Tensioni do të shuhet përfundimisht dhe partneri do të bëjë çdo gjë që ka në dorë për të plotësuar qefin. Ju beqarë do të keni një ditë më të bukur nëse i shprihni ndjenjat tuaja më tepër. Mbrëmja ka për të qenë edhe më intensive në punë, çdo gjë do t'ju ecë mirë. Nuk do të lodheni dhe nuk do të stresoheni as pak. Për financat duhet të jeni edhe më të kujdesshëm sepse situata mund t'ju dalë jashtë kontrollit atëherë kur më pak do ta prisni. Akrepi. Sektori i dashurisë do të jetë më i privilegjuar i sot dhe duke u ndier të përmbushur shpirtërisht do kaloni ditën më mirë. Marrëdhënia me partnerin ka për të qenë pasionante dhe shumë e veçantë. Nuk do të mungojnë surpriza delikate nga të dyja palët. Ju beqarë do të takoni persona magjepsës në rrethin profesional. Mund të jetë një koleg, por edhe një klient që do të vijë rastësisht. Në punë do të jeni më këmbgulës dhe më luftarak. Por ju nuk do të ketë asgjë të pamundur dhe sa më shumë sfidat ju dalin, aq më shumë do të frymëzoheni për t'i kaluar. Për të përmirësuar financat mund të provoni edhe lojrat e fatit sepse ka mundësi të fitoni. Shigjetari. Ka mundësi që kjo të jetë një ditë reflektimi për të gjithë ju. Pranoni të diskutoni me miqt më të afërt sepse ata do t'ju japin mendimet dhe këshillat e duhura. Nëse keni një lidhje, do të ndiheni edhe më të sigurt për ndjenjat dhe do të mendoni që më në fund të hidhni hapa të mëdha. Ju beqarët më mirë bëni edhe pak durim dhe mos hidhni hapa të shpejt të cilët mund të jenë të gabuar. Për pak ditë do të vi momenti kur edhe ju do t'ju ndryshoj jeta përgjithmonë. Në punë do t'jeni shumë të zotot, megjithatë mirë është që të mos u besoni verbërisht kolegëve që mund t'ju drejtojnë gabim. Për menaxhimin e financave do të keni shumë talent dhe gjendja do të jetë e shkëlqyer. Briciapi. Gjatë kësaj dite do të hidhni hapa përpara si në jetën profesionale, ashtu edhe në atë sentimentale. Nëse keni një lidhje, do të jeni shumë të dashur, si ju ashtu edhe ai që keni në krah. Debatet tuajse do të mungojnë plotësisht dhe nuk do t'ju mungojnë çastet romantike me disa detaje të veçanta. Nëse ende je vetëm, do të jeni më bindës dhe më interesant për të tjerët, kështu që do të merrni propozime plot. Në punë duhet të tentoni çdo gjë pa patur frikë sepse yjet do t'i keni në krah. Hidheni sot edhe një kandidaturë që keni menduar. Për financat do t'jeni të frymëzuar dhe do t'i menaxhoni në perfeksion. Disa madje do t'ju adhurojnë dhe do t'ju kërkojnë këshilla. Ujori. Sinqeriteti do t'ju bëjë të keni sukses të padiskutuar në çdo fushë. Nëse keni një lidhje, do t'i shtoni edhe më shumë dozat e imagjinatës dhe marrëdhënia juaj ka për të qenë e jashtëzakonshme. Trupi do t'ju dridhet dhe zemra do t'ju ra pafund sa herë të keni partnerin pranë. Ju beqarëve do t'ju realizohen ëndrat, edhe pa folur do të mund ta bëni për vete çdo që do të pëlqeni. Në punë, dëgjoni këshillat e kolegëve dhe miqve tuaj sepse ashtu do të mund të evoloni më shpejt. Nëse keni patur probleme shumë serioze, më mirë hiqni dorë sepse do t'ju dalë diçka më e mirë. Në planin financiar, familja do t'ju jap një dorë të fortë. Peshqit. Sot do të shkëlqeni dhe do të arrini çdo gjë që dëshironi. Në disa momente do t'ju ndodhin edhe gjëra që nuk i keni pritur. Nëse jeni në një lidhje, do t'i harroni momentet e tensionuara dhe do të përgatisni surpriza të njëpasnjëshme që situata të ndryshojë sa më shpejt. Mbrëmja ka për të qenë edhe më flakëruese dhe emocionale. Ju beqarë do të keni të vështirë për t'i besuar dikujt pas zhgënjimeve të mëparshme, por jo të pamundur. Venusi do të sigurojë një ambient shumë më të mirë sot në sektorin profesional. Do t'ju propozohet një post goxha i mirë që do t'ju bëjë më të famshëm dhe më të pavarur. Në planin financiar do të gjeni zgjidhje për problemet që keni pasur dhe do të jeni më të qetë.